ndodhi, ju nuk e keni imagjinuar dot. Në tani që ti dim, kjo gjëja do vazhdoj, ju po merreni është o Flamur, se ti ke problem. Kam edhe 5 minuta Flamur, se të ka ngelur nga luli që s'dit numrosh. Nuk dit numrosh Flamur, kam dhe 5 minuta të shke, pse shqetësohesh? Tash i ke edhe ti do marrish replikun prandaj. Shiko, unë prandaj po ta përdor emrin aq shpesh se duat me zi pres replikën tënde historike për Partinë Demokratike. Tani me qetësi dhe me dashuri. Tani, po, ju jeni pengjet një mallkimi të madh. Një mallkim i madh që ka emrin Sali Berisha. Ju nuk kuptoni asgjë fare, ju jeni thjesht dhe disa lodra që jeni turrur tani të bëni pis Shqipërinë dhe më dërgoj një miku im, disa prej miqve të mi, eurodeputet, një cop letër që u jepte Saliu aty. Dhe që i thoshte, bllokoni negociatat me Shqipërinë dhe mos hapni më kapituj me Shqipërinë. Ja e ke shkruar këtu, mo, e ke shkruar këtu, ja. Ja ku e ke shkruar këtu, ja. Ja, plasi syt, ja ku e ke shkruar këtu, ja. Pika 3, thot, i kërkojmë, thot, Komisionit Evropian, thot, dhe Këshillit Evropian, thot, që të kushtëzoj, thot, procesin e antarësimit Shqipëri. Për çfarë ta kushtëzojmë? Se nuk ju pëlqen ju rezultati, po kur ju ka pëlqyer ndonjëherë ju rezultati? Kur ju ka pëlqyer ju rezultati ndonjëherë? Jo asnjëherë. Ju do shkoni nga humbja në humbje. Ne kemi filluar përgatitjet për zgjedhjet vendore 2027-s. Na erdhi keq që në 2023-shin humëm Kavajën, humëm Pukën, humëm Fushakzin, edhe atë të shkret me Maliej, po do t'i marrim dhe ato në 2027. Pa tjetër. Sepse nuk mund t'i lem në duar tuaja. Sepse na duhet të qeverisim edhe në mirëditën e bukur. Pa dyshim, se ju nuk jeni për këtë punë. Ju, se ka një gjë, se e thonë gjithë qytetarët, është rast unik në botë që një parti humb zgjedhjet dhe është shumë e gëzuar. Është unik në botë. Ju entuziazmi i madh, sepse nuk hyt për të fituar, mo ai zotëria nuk hyri për të fituar. Ju bët një listë kandidatësh më të dobtën në historinë e Partisë Demokratike, thjesht dhe vetëm për të garantuar kush do ishte bedeli që do rrinte gati tek bulevardi para pallatit. Prandaj s'fitut. S'keni për të fituar kurrë. Ua kam thënë 1000 herë të paktën në këto 4 vitet që shkuan. Ka 3 gjëra që duhet të përmbushi një ofertë politike. Duhet një udhëheqës politik, një udhëheqës të drejtojë një forcë politike, një program dhe një ekip. Udhëheqës ju, si mund të krahasosh? Ta marrim ja këtu, flasim sikur jemi mes njëri tjetrit. Si mund ta krahasosh Sali Berishën me Edi Ramën? Në çfarë aspekt? Në çfarë aspekt? Pastaj për ekip që e përzjodhi Flamuri, siç thoshte një kandidat e Partisë Demokratike, ashtu. Edhe pastaj për atë programin, si thaj, se bukur e, si thaj dha, sa tha, dividendin tha do a bëjmë 10%. Jo tha, po e kemi 8 tha me këta socialistët, tha si ta bësh 8, pse tha kanë 8 tha, po thë çfarë do të tha, po ta ishin fare, do ta studioj. Programi juaj, ose ai tjetri ta i shkoi tha, do të ngrem tavanin, ai s'kredi çifte kokën atje në tavan. O Flamur, ta marrim seriozisht të punësh. Unë mendoj që ka ardhur momenti që ne e mirë kuptojmë, nga ana jonë nuk keni asnjë ndërhyrje, e zbatoni, nuk e zbatoni Nenin Basha, nuk ka asnjë problem.